Dashi. Sot do të jeni shumë të duruar dhe të matër, duke mbajtur organizimin në çdo veprim. Në marrëdhënie, dita do të jetë e këndshme, do të dashuroheni pa rezervë dhe çdo ndjenjë që ndjeni do ta ndani me partnerin tuaj me sinqeritet. Për ata beqar, qëndrimi juaj logjik mund të sjellë hapa për të cilat pas pak kohe mund të pendoheni. Në punë do të ndjeni të përkushtuar për të arritur vendosjet që kërkohen dhe shefat do të kuptojnë përpjekjet tuaja, duke mos e shtuar presionin. Nga ana financiare, situata do të jetë gjithmonë e mbrojtur, kështu që mos keni frikë investimet që keni menduar pa u shqetësuar për ndikime të papritura. Demi. Sot është ditë ku do të analizoni me kujdes çdo gjë para se të ndërmerrni veprime. Kjo metodë do t'ju largojë shumë probleme. Në marrëdhënie do të shtoni doza të reja fantazie, duke e bërë jetën në çift më interesante dhe entuziaste. Debate apo mosmarrëveshje nuk do të shfaqen. Për ata beqar do të ndiheni më të qiruar për të tërhequr vëmendjen e atyre që ju pëlqejnë, duke arritur qëllimin pa presion të tepruar. Në ambientin e punës, ndoshta do të bëni disa gabime të vogla, por çfarë do vonesën nga mesdita e mëtej, çdo gjë do të realizohet sipas planeve të paracaktuara. Nga ana financiare, është thelbësore të mbani llogaritën në kontroll, pasi konsistenca do t'ju ofrojë një gjendje të kënaqshme. Binjakët. Sot durimi juaj do t'ju nxjerrë në rrugën e duhur. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe keni ndjerë se e fundit kohë marrëdhënia është ftohur, merrni masa sot dhe bëni të gjitha për të sjellë ndryshime pozitive. Shprehni ndjenjat tuaja sa më shumë që të mundeni. Për ata beqar, dita juaj do të jetë e mbushur me njohje të reja dhe emocione, edhe nëse çdo lidhje nuk do të jetë afatgjallë. Në ambientin e punës, edhe nëse nuk do të jeni shumë të organizuar, do të propozohet pozicioni një kolegu që sapo ka dhënë dorëheqjen. Mendoni mirë para se të jepni përgjigje. Nga ana financiare, dita nuk do të jetë e favorizuar, kështu që kufizoni shpenzimet në mënyrë të mençur për të shmangur situata të padëshiruara. Daforia. Sot do të filloni ta besoni magjinë e ditës, pasi gjithçka do të realizohet sipas dëshirave tuaja. Merkuri, si planeti që favorizon jetën sentimentale, do ta bëjë çdo marrëdhënie me të dashuruarit më të harmonizuar. Do t'i kërkoni edhe falje për gabimet e të kaluarës, duke sjellë një frymë të re. Për ata beqar, fati do të jetë me ju. Mund të filloni një lidhje të qëndrueshme që do ta ndryshojë jetën. Në ambientin e punës, duhet të përshtateni me detyrat e reja dhe të bëni përpjekje të mëdha për të arritur vendosjet që keni synuar. Nga ana financiare, situata do të ekuilibrohet më shumë se sa keni menduar, duke ju dhënë mundësinë të hiqni disa paramendjen. Luani. Sot do të merrni vendime të rëndësishme që do t'ju ndryshojnë jetën. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të filloni ditën me qetësi, por pas mesditës situata do të ndryshojë. Do të mësoni gjëra të reja që kanë bërë partneri juaj gabime, gjë që do t'ju shtyjë të debatoni shumë ashpër. Për ata beqar, është më mirë të prisni pak para se të kërkoni dashurinë, pasi sot nuk është momenti më i përshtatshëm. Në ambientin e punës do të dilin sfida të mëdha, përgatituni shpirtërisht dhe kërkoni ndihmë nga kolegët që i besoni. Nga ana financiare, fati do të jetë me ju, duke sjellë një atmosferë pozitive. Virgjëresha. Sot, komunikimi do të jetë çelësi. Megjithse ju do të përballeni me disa probleme të vazhdueshme dhe nuk do të ndiheni gjithmonë të qetë, në marrëdhënie do ka stuj të forta që mund të çojnë tek një ndarje e përkohshme. Asnjëri nga ju nuk do të hapë rrugë. Për ata beqar, nuk do të dëshironi të bëni ndryshime të mëdha në statusin tuaj, sepse ndjenja e përmbushjes është e mjaftueshme për momentin. Në punë mund të keni disa gabime të vogla për shkak të mungesës së durimit, ndërsa Marsi do të favorizojë aspektin financiar. Asnjëherë nuk do të ndjeni presionin e tepruar, por debatet të vazhdueshme do të mbizotërojnë. Peshorja. Sot do të jetë një ditë shumë e këndshme për të gjithë. Nëse jeni në një marrëdhënie, klima ajrore do t'ju mbulojë me ngrohtësi, duke sjellë një bashkëpunim të plotë dhe buzëqeshje të pandashme. Për ata beqar, mundësitë e flirteve do të jenë të pranishme, por do të mbeten vetëm takime kalimtare, asgjë më tepër. Në ambientin e punës do të përjetoni shpërqendrim duke vërtetësuar përfundimin e detyrave, ndërsa kolegët dhe shefat do të kritikojnë gjërat, duke sjellë një ndjenjë të pasigurisë. Nga ana financiare, situata do të jetë e vështirë, edhe nëse përpiqeni fort, duke kërkuar një stabilitet që nuk do të arrihet shpejt. Akrepi. Sot bëni mirë ta lini pas të shkuarën dhe të mendoni vetëm për të ardhmen. Nëse jeni në një marrëdhënie, injoroni problemet e të kaluarës, sepse partneri juaj mund të mërzitet dhe ta kërkojë ndonjë tjetër.
Për ata beqar, edhe pse do të keni shumë takime, përditësimi i kontaktit me të ardhurat e fundit do të sjellë vetëm aventura të përkohshme. Në ambientin e punës mund të përballoni situata të ndërlikuara ku mund të ndiheni të shpërqendruar, por kontrolloni veten për të shmangur gabime të rënda. Nga ana financiare do të ketë sfida të reja, por me disiplinë do të arrini të bëni investime të domosdoshme për të përmirësuar situatën. Shigjetari, sot do të keni liri të madhe të veprimit dhe vendosmëri për të nxjerrë çdo gjë në pa. Në marrëdhënie do të merreni vesh se çdo ndryshim sjell një kapitull të ri. Për ata në marrëdhënie, kjo do t'ju sjellë harmoninë që keni ndëruar, ndërsa për beqarët do të jep një mundësi për takime të reja, edhe pse këto nuk do të çojnë menjëherë në ndarje afatgjata. Në punë, gjithçka do të jetë sfiduese, duke kërkuar që ideja juaj të realizohet me përkushtim, ndërkohë që në planin financiar ruajtja e disiplinës do të mbajë ekuilibrin e shkënzimeve në kontroll. Briqapi, sot do të hasni pengesa dhe vështirësi që do t'ju bëjnë të ndiheni të çliruar nga çdo gjë, sikur të jeni në ajër. Në marrëdhënie, situata nuk do të jetë e qëndrueshme. Debatet dhe humbja e humorit do të sjellin pasoja të padëshiruara. Për ata beqar, nëse luani me zjarrin e emocioneve, mund të ndigjeni keq, kështu që duhet të qëndroni të qetë. Në ambientin e punës, rutina do të mbizotërojë dhe do të ndiheni shumë të stresuar për të ardhmen, duke vendosur një situatë të tërhequr që do t'ju pengojë vendimmarrjen e shpejtë. Nga ana financiare, është thelbësore të shmangni lojrat e fatit, pasi mund të krijoni rreziku për të humbur shumë, duke ndikuar në një situatë jo ideale. Ujori, sot, për të arritur çdo qëllim, do t'ju duhet pak më shumë durim. Mos u inatoni dhe mos prishni fjalë të vjetra. Partneri juaj në një marrëdhënie meriton përkushtim, ndërsa për ata beqar, do të jetë vendimtare të kërkoni në mënyrë të arsyeshme personin e ëndrrave. Në ambientin e punës, ruani durimin dhe mos u ndihmoni nga mungesa e përgjegjësisë e kolegëve, sepse kjo mund të shkaktojë konfuzion. Nga ana financiare, do të jetë mirë të mbani kontroll të rreptë, duke rregulluar çdo problem me disiplinë të madhe. Teshi, sot do të konkretizoni ëndrat që keni pasur, duke përdorur durimin dhe besimin tek vetja për të realizuar çdo hap me sukses. Në marrëdhënie, për ata që janë të lidhur, do të ndiheni të mbushur me gëzim dhe emocion, duke sjellë një atmosferë ideale që mbështet çdo vendim të përbashkët. Për ata beqar, do të ndiheni të lirë për të kërkuar dashurinë e madhe, duke kaluar momente fantastike që do t'ju shpërblejnë ndjeshmëri të reja. Në ambientin e punës, do të jeni të përkushtuar në mënyrë profesionale, duke shkaktuar përfundime të mira që do ju bëjnë të ndiheni të sigurt në aftësitë tuaja. Në planin financiar, ruajtja e disiplinës do t'ju ndihmojë të menaxhoni çdo shpenzim, duke siguruar që gjendja të mbetet e kënaqshme.